E Zotit, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5. Le ta shohim me vëmendje vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë. Të çfajsuar, pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezus Krishtit Zotit tonë, me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir, në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbëngulje. Këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Vështirë në fakt të vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të çfajsuar me gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. E jo vetëm kaq, por edhe mburemi në Perëndinë nëpërmjet Zotit ton Jezus Krisht, me anë të cilit tani kemi marrë pajtimin. Amin. E falenderojmë Zotin vëllezër për fjalën që Zoti na jep. Është vërtet, motra vëllezër, aleluja, një mësim shumë i madh. Një ushqim vërtet i domosdoshëm për çdo besimtar që shpreson tek Perëndia dhe dëshiron që të bëjë vullnetin e Perëndisë. Fjala e Perëndisë, vëllezër, na tregon se si njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, shpëtohet. Çfarë bëri Perëndia, motra dhe vëllezër, që njeriu të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme? Sepse fjala na thotë që Perëndia e deshi kaq e shumë njeriu, sa dha të vetëm lindurin bir, që kushdo që beson në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Ky ishte vullneti i Perëndisë, vëllezër, e falenderojmë Zotin. Dhe këtu fjala na mëson në këtë letër drejtuar besimtarëve, vëllezër. Fjala i drejtohet besimtarëve. Dhe thot, të çfajsuar me anë të besimit kemi paqe me Perëndinë. Më përpara nuk kishim paqe me Perëndinë, vëllezër. Për çfarë arsye? Sepse njeriu nuk ju bind Perëndisë kur Perëndia e krijoi njeriu. Dhe këtu filloi ndarja, motra dhe vëllezër, aleluja, e njeriut me Perëndinë. Sepse yri mëkati në njeriu
Dhe njeriu doli nga parajsa dhe u ndërpre marrëdhënia e njeriut me Perëndimin. Nuk mundej, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të hynte në parajsë mëkatar, i pabindur në fjalën e Perëndisë. Por thot fjala Perëndia asnjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk e reshti dashurinë për njeriun, për këtë krijesë të dashur në sytë e Perëndisë. Prandaj thot, motra dhe vëllezër, aleluja, u çfajsuam, do të thot u pajtuam. U çfajsuam fajin tonë e oqi Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Mëkatin tonë e oqi Perëndia. Si, motra dhe vëllezër, e oqi Perëndia, dhe thot me anë të besimit ne kemi paqe me Perëndimin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit tonë. Me anë të besimit të këtij flijimi që Perëndia dërgoi që të heqë mëkatin e njeriut, ne u pajtuam me Perëndimin. Ja qengji, tha Gjoni, që heq mëkatin e botës. Jezus Krishti nuk erdhi për të krishterët, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, por erdhi për njerëzimin, për të gjithë ata që duan Perëndimin. E falenderojmë Zotin. Ja qengji që heq mëkatin e botës, duke drejtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, sytë nga Jezus Krishti. Dhe këtu thot ne jemi çfajsuar tani nga mëkati dhe jemi pajtuar me Perëndimin nëpërmjet këtij flijimi që bëri Perëndia dhe nëpërmjet besimit tonë tek Jezus Krishti. Tek ky qengj që Perëndia, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, dërgoi për të hequr mëkatin tonë. Kjo vepër u bë në kryq, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë, që kushdo që beson në të, në këtë vepër të madhe të Perëndisë, të mos u humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Me anë të cilit nëpërmjet Jezus Krishtit ne kemi hyrë, thotë, në hirin e Perëndisë. Kemi gjetur hir në sytë e Perëndisë, jo për veprat tona, por nëpërmjet besimit tonë në Jezus Krishti, ne kemi gjetur hir në sytë e Perëndisë. U pajtuam dhe hir do të thotë morëm diçka të pamerituar. Gjetëm hir në sytë e Perëndisë, vëllezër, aleluja, na ftoi Perëndia në mbretërinë e vet. Mari, ke gjetur hir në sytë e Perëndisë. Vetëm një ishte e virgjën në Izrael, vëllezër. Por hir do të thotë ndër të gjithë të tjerët të zgjodha. Ke gjetur hir në sytë e Perëndisë sepse Zoti do të bëj një vepër nëpërmjet teje. Kemi gjetur hir, do të thotë kemi marrë një emër. Kemi marrë një emër të madh, vëllezër, aleluja, ku Zoti na quan bij të Perëndisë. Kjo është, kemi marrë një emër të pamerituar, vëllezër, por si erdhi? Nëpërmjet besimit në Jezus Krishti, që Perëndia e dërgoi për heqjen e mëkateve tona,
Ne kemi gjetur hir përpara Perëndisë dhe kemi marrë një emër. Bijtë e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Në të cilin qëndrojmë të patundur në këtë hir dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Mburemi në shpresën e lavdisë të Perëndisë, vëllezër, lavdia e Emrit të Shenjtë. Aty ku jam unë, do të jeni edhe ju. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime. Shikoni vëllezër çfarë ndodh. Kur njeriu ka gjetur hir përpara Perëndisë, është shfaqsuar nga mëkati, Zoti i ka dhënë fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, frymën e shenjtë, dhe tani thotë mburemi edhe në shtrëngime. Që do të thotë edhe kur kalojmë vështirë, ne mburemi në Zot, motra dhe vëllezër, i japim lavdi Perëndisë. Pse? Sepse e dimë që Zoti vepron në ne. Zoti vepron, motra dhe vëllezër, aleluja, në të gjitha ata që e pranuan lavdi e Emrit të Shenjtë. Duke ditur, e dimë. Nuk është, motra dhe vëllezër, aleluja, se jemi në padituri. Të krishterët e dinë që në shtrëngime, motra dhe vëllezër, aleluja, shkoni si thot, prodhon këmbëngulje. Në vështirësi, motra dhe vëllezër, aleluja, kur kalon i krishteri vështirë, çfarë prodhon, thot, motra dhe vëllezër? Këmbëngulje. I kërkojmë vazhdimisht Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Qëndrojmë gjithmonë në këtë marrëdhënie me Perëndinë. Pse? Sepse që në fillim kemi kuptuar, motra dhe vëllezër, aleluja, që Zoti na ka thirrur dhe Zoti ka një vepër. Dhe Zoti atë që ka nisur në ne do ta përfundojë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Dhe ne këtë besojmë që jemi në planin e Perëndisë, dhe çfarë ndodh, thot, në shtrëngime, ky lloj shtrëngimi, motra dhe vëllezër, që na jep, motra dhe vëllezër, në këtë rrugë Perëndia, prodhon këmbëngulje. Qëndrim, do me thënë, jemi të qëndrueshëm në atë që kemi besuar. Këmbëngulja përvojën, thot, motra dhe vëllezër, aleluja. Ke përvojë, motra ime, vlla im, aleluja, në çfarë? Në këtë shtrëngim. Në këtë këmbëngulje, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Zoti çfarë na bën? Na sprovon. Kemi përvoja të mëdha, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne të gjithë jemi dëshmitarë të gjithë kësaj rruge që secili nga ne kalon. E falenderojmë Perëndinë. Dhe kemi gëzim dhe mblidhemi, adhurojmë Perëndinë, edhe në shtrëngime, motra dhe vëllezër, aleluja, edhe në vështirësi, edhe në rrugë të ngushtë që jemi, e falenderojmë Perëndinë. Ne themi vullneti i Perëndisë të bëhet. Zoti ka një plan, vëllezër, e falenderojmë Zotin. Dhe përvoja shpresën. Përvoja, motra dhe vëllezër, aleluja, rrit shpresën tonë, thot vëllezër. Kemi shpresë tek Perëndia në gjithçka që lejon Zoti. Por shpresa nuk turpëron. Ai që shpreson tek Perëndia, asnjëherë, thot, motra dhe vëllezër, nuk turpërohet. E falenderojmë Perëndinë. Sepse, thotë, dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. E falenderojmë Zotin. Shpresa nuk turpëron, thot, motra dhe vëllezër, aleluja.
Cila është ajo që na bën ne, motra dhe vlezër, aleluja, që shpresojmë në Zot, që ecim si pas vullnetit të Perëndisë, që kalojmë në shtrënges, motra dhe vlezër, aleluja, në shpresë të madhe tek Perëndia, sepse thot, dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Ku ta shohim dashurinë e Perëndisë, vëllezër, aleluja, që është derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës së shenjtë. Çfarë bën, motra dhe vëllezër, fryma e shenjtë që Perëndia ka derdhur në zemrat tona? Na tregon rrugën, motra dhe vëllezër, aleluja, na jep shpresë, na jep fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, që në shtrëngesë dhe në vështirësi, ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të shohim që fryma e Perëndisë drejton, nuk jemi ne, por është fryma e Perëndisë që na drejton. Prandaj jemi të mbushur plot me gëzim. Ky është i krishteri, motra dhe vëllezër, që gjithmonë ka gëzim, sepse shpresa e tij është, motra dhe vëllezër, dashuria e Perëndisë në te është derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës të Perëndisë. Ne besojmë që fryma e Perëndisë vepron në ne, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, nuk kishim fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Nuk meritonim ndonjë gjë, thot motra dhe vëllezër, aleluja, por ndërsa ne ishim mëkatarë, Krishti erdhi, kjo dashuri e Perëndisë, erdhi, thot motra dhe vëllezër, aleluja, u kryqëzua dhe e kreu veprën, motra dhe vëllezër, të shpëtimit në kryq. Për të gjithë ata që besuan në të, besojnë në të, e falenderojmë Zotin. Prandaj thotë, ndërsa ishim akoma pa forcë, nuk kishim ne vepra, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që të bënim. Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Dhe thot, vështirë është në fakt të vdesë dikush për një të drejtë. Është vështirë, thot motra dhe vëllezër, të vdes dikush për një njeri të mirë, të drejtë. Mbase ndonjë do ta guxonte të vdiste për një njeri të mirë, thot. Por Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Dashuria e Perëndisë e tregoi, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë dashuri erdhi në ne, kur ne ishim mëkatarë, aty e pamë dashurinë e Perëndisë. Në kryq të Golgotës, motra dhe vëllezër, aleluja. Ku është Perëndia? Ku është dashuria e Perëndisë? Shpeshherë dëgjojmë nga njerëzit, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Në kryq të Golgotës është dashuria e Perëndisë. Erdhi u kryqëzua për ty, të çlirojë nga vështirësitë, të çlirojë nga mëkati, të japë jetën e përjetshme, që ti të mos humbasësh, por të jetosh përjetësisht në praninë të Perëndisë. Kjo është dashuria e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të çfajsuar me gjakun e tij, tani thot të krishterët, motra dhe vëllezër, që kanë besuar në Krishti, janë shfajsuar, motra dhe vëllezër, aleluja, nga gjaku i Jezus Krishtit, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Do shpëtojmë, thot motra dhe vëllezër, nga zemërimi i Perëndisë me anë të Jezus Krishtit. Nëpërmjet Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja, kemi marrë pajtimin me Perëndinë. U kryqëzova unë atë për ta. Ata më pranuan mua, gjaku im u derdh për ta. Ata janë të pastër, Zot,
mëkatin e tyre e mora unë, Zot, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Këtë vepër, motra dhe vlezër, aleluja, bëri Perëndia, që vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit njeriu do të shohë lavdinë e Perëndisë. Nuk ka emër tjetër, motra dhe vlezër, që ta shpëtojë njeriu. Kjo është vepra e Perëndisë për çdo njerin, motra dhe vlezër, që dëshiron të shohë lavdinë e Perëndisë. I vetmi emër që e çon, që krijon këtë lidhje me Perëndinë, që e pajton me Perëndinë, është Jezus Krishti, motra dhe vlezër, i kryqëzuar. E falenderojmë Perëndin. Na mori, motra dhe vlezër, Jezus Krishti mëkatarë, na zuri për dorë dhe nëpërmjet kryqit, motra dhe vlezër, që ai u kryqëzua në kryq të Golgotës, nëpërmjet gjakut të tij që u dert, motra dhe vlezër, me shohim tek Perëndia, na pajtoi me Perëndinë, sepse nëpërmjet tij, motra dhe vlezër, aleluja, ne u pastruam. E falenderojmë Zotin. U çfajsuam, vlezër, lavdi Perëndisë. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Ndërsa ishim armiq, motra dhe vlezër, aleluja, nëpërmjet vdekjes së birit të tij, ne u pajtuam me Perëndinë. Nëpërmjet kësaj rruge, motra dhe vlezër, aleluja, armiq sot të Perëndisë, por duke besuar në Krishti, u pajtuam me Perëndinë. Akoma më shumë tani, që ne jemi të pajtuar me Perëndinë, thot vlezër, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Do të shpëtohemi, motra dhe vlezër, aleluja, sepse ai na drejtëson në Perëndia. Motra dhe vlezër, aleluja, kur Jezus Krishti u ringjall, e falen, ju çfaq dishepujve. Të gjithë e pan të ringjallur, motra dhe vlezër. Për çfarë, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shajt, që të na çfaqësojë, jo, motra dhe vlezër, të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Edhe sot, motra dhe vlezër, aleluja, çdo njeri që beson në kryqëzimin në Jezus Krishti në kryq, dhe që Jezus Krishti u ringjall, motra dhe vlezër, aleluja, është i gjallë, ai do të shpëtohet sot. E falenderojmë Perëndin. Edhe sot është ora e çdo njerit, motra dhe vlezër, aleluja, që të pranojë Jezus Krishtin dhe jeta e tij të ndryshojë. Dhe jeta e tij të përkasë Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Të jetë i shpëtuar nga dënimi, motra dhe vlezër, aleluja. I kujt? I mëkatit. Nëse qëndron mëkati në mua, do dënohem, motra dhe vlezër. Nëse unë kam pranuar Jezus Krishtin, jam çfajsuar nga mëkatet e mia dhe do të ecë sipas vullnetit të Perëndisë. E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndinë. Nëpërmjet Zotit ton Jezus Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë pajtim. Mburremi me Perëndinë, motra dhe vlezër, ne kudo. Sepse nëpërmjet birit të tij ne kemi marrë pajtimin, që do të thotë jemi pajtuar me Perëndinë. Jemi birësuar, vlezër, lavdi e emrit të Shajt. Na ka dhënë emër, siç thash pak më përpara, bijtë e mi. Ju jeni bijtë e mi, motra dhe vlezër, aleluja. Jezus Krishti na thot, vlezërit e mi. E falenderojmë Perëndinë, vlezër. Shko që vepër të madhe bëri Perëndia për të gjithë ata që e duan Perëndinë. Dhe kjo vepër, motra dhe vlezër, aleluja, është një vepër shumë e madhe, është vepër e përjetësisë, që njeriu të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme, që aty ku ja mund të jetoni dhe ju, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo është dashuria e Perëndisë, që njeriu
të jetojë në prani të Perëndisë. Zoti ta bekoj këtë fjalë.